Pas 26 vjetësh, titulli kampion iku nga kryeqyteti dhe mori udhën për në Shkodër. Stadiumi Vajokushi u ngrit më 1953. Arritët ju, Muhamet Ibra, të luanit në këtë stadium? Ishin vitet e fundit aktivitetin sportiv. Ngritja e stadiumit tregon edhe për kujdesin e partisë dhe të pushtetit të fiskulturës sport. Kujtohet fusha vjetër, ku lushim na vazhdimisht u gjakoshim me vërdishin për arsye se ishte gur e zhavor. Neshin e fundit, cilën unë e vona në këtë stadium, e fitova 3-1 u dalën faqe të bardhë në aktivitetin sportiv. Që dallon të futbollistët e brezit tuaj dhe cilët ishin tiparet e tyre? Vullneti, shpirti luftërak, dëshira për fitore, pasioni, pa pretendime, e kjo tregon në terren sportiv ku ne fitoshim nesër. Unë mendoj si brezi i ri, kam mundësi me marrë një sëndënish. Tani që ndodhen në stadium, çfarë ndjeni? Di shpesh, kam ball, kujtoj shokët e mi të vjetër, kënaqet zemra kur shoh si futbollista që zën Ragami, Sababizi, Binjega, Ismet Hoxha, e tjerë, që mprojnë me identitet gjyrat tona të Vllaznisë. Si e shpjegoni suksesin e Vllaznisë në vitin 71-72, kur fituat kampionatin dhe Kupën e Republikës? Futbollistët e morën seriozisht kampionatin e Kupën, në nështronë një praktikave serioze, në ndërtimin e shaqësirit, u ngrizuan në ndeshën e ditë, edhe kjo dha frutin e vet, si morën me Kupën edhe kampionatin. Futbollistët tonë kanë dhënë rëndave e ndeshën ndërkombëtare, Kupën e Ballkanit edhe tjerë. Ky ishin nga takimet e Kupës Ballkanike. Shkodranët ndeshen me Borin e Bullgarisë. Vllaznia e fiton këtë takim me rezultatin e thellë 4-0 dhe demonstron futboll të një klasi të lartë. Kjo është ndeshja e ditë finale e Kupës Republikës e këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm ku marrin pjesë me 10 skuadra të gjitha kategorive. Ndeshjen Vllaznia me Besën. Të parën kavaj shkodranët e kanë humbur 2-0. Për të merituar kupën, atyre u duaj fitoria të paktën me 3 gola. Kjo ishte dita e penaltive. Dy penaltit në favor të Vllaznisë që realizohen nga Ragami shënohen në kohën e rregullt, të tjerat në kohën shtesë. Kupa dhe flamuri i kampionatit mbetën atë vit në Shkodër.